Ju dini ne sot ishim në takimin që sipas autorizimeve të kësaj kushtetuese ka ftuar presidenti i vendit për të konsultuar me partitë politike për shpalljen e datës zgjedhjeve lokale. Sa i përket qëndrimit tonë si Partia Demokratike e Kosovës, unë e njoftova presidentin dhe të praneshmit në këtë takim që për neve gjitha datat janë pranueshme, por preferenca ynë do të ishte sa më herët ose dy datat që i kam propozuar si preferencë, pa i përjashtu tjerat janë data 19 tetor apo 12 tetor. Besoj që presidenti ka marrë parasysh, nuk ka shumë dallime të pjesa datave, as nga partitë e mëdha parlamentare, as nga ato minoritare, dhe pres që në ditën vijim të dekretohet edhe kjo datë, e cila do të na mundsonte pastaj edhe afatet e tjera për shpalljen e kandidaturave të kandidatëve për kryetar në gjitha degët ku garojnë. Sipas zonjës Haxhiu, keni diskutuar në takim edhe për zgjedhjet e përgjithshme. A jeni edhe ju që të zgjedhjet e përgjithshme të mbahen me një datë me zgjedhjet lokale, se ka marrëveshje për shpërndarjet kuvend? E para punës ajo që dëshiroj t'ju theksoj dhe që vërtet nuk ishte as pak e mirë, është fakti që nga gjitha partitë e ftuara, vetëm kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryetari i listës serbska munguan apo e bojkotuan këtë takim. Mendoj që një takim kaq i rëndësishëm që mbahet një herë në 4 vjet, do duhet të ishte prioritet, siç është prioritet për neve, por në këtë rast duket se bojkotimin në takimin e presidentes e bën vetëm Albin Kurti dhe Zlatan Elek. Unë nuk po pretendoj që ata e kanë bën marrëveshje, por vërtet lënë të një shije të keq që kjo mungesë. Sa i përket zgjedhjeve përgjithshme, ju e dini, ne jemi në blokadë institucionale dhe kjo blokadë është pikërisht për shkak të kryenetësisë dhe mentalitetit imponuese autoritar të Lëvizjes Vetëvendosje, e konkretisht të propozimit të zonjës Albolena Haxhiu për kryetarët kuvendit, e cila, siç ju kam thënë qysh në fillim, as si ka e as do t'i ketë votat për më bë kryetarë kuvendit. Dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme brenda një procesi kushtetues, edhe nëse nuk është zgjedhja e parë as e partive as qytetarëve, mund të bëhet e domosdoshme. Qëndrimi ynë si PDK, ju e dini, ka qenë i ditur, unë kam shku edhe një haptutje, kam pas propozuar edhe datat e mundshme mbajtjes së këtyre zgjedhjeve, por tashmë nuk është e mundshme, unë nuk e shoh të mundshme që zgjedhjet mbahen në të njëjtën datë, sepse afatet kushtetuese janë kokëfurta, ne s'mundemi me adaptu as me interpretu kushtetutën jashtë afateve. Po, a mundemi me mos zgjedhjet më hershme para zgjedhjeve lokale, në kuptimin teorik e mundshme është. Kjo mbaret normalisht edhe nga vullneti i partive tjera politike, por ne si PDK jemi mundu gjatë gjithë kësaj kohe me pas një rol konstruktiv i cili jep rrugdalje nga kjo krizë, nga ky moçal në cilin na ka vendos Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje. Gjitha opcionet janë të pranueshme nëse ato i japin drejtim një qeverie të re ku nuk është Albin Kurti. Faleminderit shumë. Në për komuna? Po, ne paka shumë i dimt kush janë kandidatët, por për te i kësaj, tradita në Partinë Demokratike të Kosovës është e tillë që ne i respektojmë edhe afatet e brendshme statutare. Ne shumë shpejt do të kemi vendimin këtë drejtimi, kemi prit pra datën, konsultimet dhe shpalljen e datës, pastaj do të kemi një proces të marrjes së kandidaturave, të propozimeve nga struktura drejtuese të degëve tona dhe pastaj në pajtim me statutin e Partisë Demokratike të Kosovës do të ketë kryesia e partisë ajo që do t'i miratoj këto kandidatura siç ka ndodhur në kaluarën, por jam i bindur që nuk do t'i lëm si qysh na ka rastis në 2 apo 3 procese zgjedhore për ditët e fundit, por në raport me shpalljen e datës do t'jemi më efikas në kohë dhe më të hershëm në vendimarrje. Parashihet në bashkëpunim me një parti tjetër për këto zgjedhje lokale? Po, ju e dini, ne garojmë si parti pothuajse në gjitha komunat e Kosovës dhe raundin e parë jemi ngarë gjithkund me besimin që do të fitojmë. Ne kemi fituar edhe në zgjedhjet e kaluara numrin më të madh të komunave edhe në raundin e parë dhe në raundin e dytë, edhe numrin e asamblejësve më të madh. Dhe besojmë që këtë rezultat dëshirojmë që ta kemi edhe më të madh dhe ta thellojmë siç thuhet në këto zgjedhje, por sa i përket raundit të parë është si Partia Demokratike e Kosovës garojnë vetë, e pastaj për raundin e dytë për balotazhin
ajo varet nga rrethana të ndryshme që ekzistojnë varësisht në ato ku arrim të garojmë apo ku nuk arrim që të jemi ngarë. Faleminderit shumë, çdo të mirë.